Për të folur mbi paraqitjen e Shqipërisë në Eurovision, kam të ftuar në një lidhje direkte artistin e njohur Robert Alia. Robert, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, kënaqësi. Si të duk paraqitja e Shqipërisë mbrëm në Eurovision dhe a e meritonim vendin e 13? Shiko, unë e kam shprehur fakt disa herë, e kam vështirë ta përsëris veten, është shumë problem te unë në përsëritje të njëjta gjëra, por duhet të them që unë e kam vlerësuar vet. Edhe kur kam thënë që si thosh ishte një identitet artistik shumë i qartë dhe shumë unik në atë festivale, kisha në krahasim me çfarë po propozoj nga festivali, në veçantime natën e parë, edhe në fakt ishte këngë e veçantë. Ishte këngë e veçantë, absolutisht ishte një këngë, domethënë që nuk për mendimin tim është shumë e ezauruar në festival, është shumë old fashion si këngë, vetë struktura arketipe që ka, domethënë është identiteti i këngës. Kjo nuk do të thotë që është këngë e keqe, por kjo do të thotë që është një këngë që një model këngë tashmë nuk propozon njeri më këto gjë, sepse nuk shikohet me sy të mirë, dhe kjo ndodhi edhe me Alice. Alice është një këngëtar shumë i mirë, shkëlqyer, interpretimin e kishte shumë të mirë. Unë në lidhje me prezantimin e delegacionit shqiptar, i vetmi problem që kishte ishte skenografia, domethënë të ishte ndërtuar çik më kujdesshme marrëdhënia me atë personazhin e nënës, të ishte ndërtuar pak më të dilim nga këto kornizat e si thosh shumë korniza kombëtare, shumë kombëtare, domethënë më shumë si identitet i njeriu me probleme se sa e kupton se ajo marrëdhënie me nënën, okay, është shumë e mirë. Unë nënën time e kam pas adhuru, po unë përpisa që të vini me një format akoma më modern, më shqiptar bashkohor sot. E kupton, domethënë pak vetëm ky ishte aspekti që e dëmtoi pak si performancë, edhe si perceptim, sepse si këngë u pëlqye si këngë. Nuk mund të them që nuk u pëlqye, edhe nga këtu, për shembull, një nga speakerët e radio televizionit kombëtar belg, mbrëm, tha që kjo është kënga që prisja ta dëgjoja. Edhe tha shumë faleminderit, e falenderoj Alice, ke parasysh publikisht për këtë emocion që na solle, bla bla. Domethënë që do të thotë që e vlerësoj këngën, por e njëjta në të njëjtën kohë kishte edhe disa rezerva pikërisht për këto që thash, që cilat unë i kam pas shkruar edhe në një artikull para 2 ditësh, 2 ditësh, 3 ditë, nuk e di sa ka. Domethënë çfarë unë vura re. Robert, a mendoni që këngë e mirë arrin që të fitojë në Eurovision, pasi shpesh ne shohim kritika lidhur me mënyrën e votimit. Pra, si shikoni këtë lloj raporti mes votimit, po themi nga publiku, por edhe të jurisë në raport me cilësinë e këngës? Sa arrin që një këngë e mirë të fitojë në Eurovision? Shiko, deri në një farë mënyrë, sepse fakti që 50% është në dorën e publikut, edhe publiku mund manipulohet, edhe ato janë të manipulueshme të gjitha. Edhe pyetja është e drejtë, sepse Eurovisioni është një festival, për mua është klonesk. Unë për shumë s'kam asnjë respekt, e shoh vetëm për arsye të Shqipërisë. Por respekt për atë institucion nuk kam fare, është zero. Jo vetëm sepse ajo që pyetja jote e ka brenda përgjigjen, domethënë se dihet që ka manipulime, ka influenca, ka edhe mënyra e votimit si është, domethënë që është geopolitike, është me tarafe, është me ndoshta edhe me pagesa, nuk përjashtoj asnjë mundësi, domethënë nga këto format e korrupsionit sot, sepse kështu është. Për mua Eurovisioni është, si thosh, vitrina, pasqyra se çfarë është Evropa, fakt, kjo, domethënë këto po ndodhin në Evropë këto gjëra. Po mua më vjen merr keq me delegacionin shqiptar që ra në këtë lum, me 12 pikët e Italisë në mënyrë fare pa justifikueshme.
Italia gjithashtu ishte një këngë jashtëzakonisht model, vecchio, déjà vu, thon francezët, nuk përbënte asnjë interes, e kupton? Pavarësisht se nuk ishte këngë e keqe, prap po të flas për këngën, nuk mund të flas negativisht, por në art është fenomen edhe është një kusht për artistët që të vinë me një identitet edhe bashkëkohor edhe unik. Edhe ç'a dëgjuam nga muzika italiane, për shembull, ishte e lodhshme, një këngë e lodhur. Më duket sikur po dëgjoja për të qindën herë të njëjtën tallava italiane, kupton? Nuk ishte gjë. Pa dash që ta denigroj, kupton? Kështu që është e vërtetë që në Evropë, në Eurovision është e vështirë, po nuk do të mohojmë faktin që në disa raste janë vlerësuar fituesit kanë qenë absolutisht më të mirët. Don pa diskutim e them këto, sidomos vitet e fundit, që kanë qenë masterpiece, pjesë të papara. Ne kemi për shembull një shembull Nishliun, për shembull, që mori vendin e 5 duket apo. Nishliu ishte nga çdo pikpamje një përsosmëri, domethënë, për mendimin tim është kënga shqiptare më e bukur e këtyre 30 vjetëve, mos them ndonjëherë. Është prezantimi më dinjitos që kemi pas ndonjëherë neve në Eurovision. Kështu që edhe mund të ndodhi që të vlerësohesh. Mos ta marrim fare se nuk është kaq stereotipike, domethënë që patjetër nuk ka manovra, ka kombinime, bën shumë lloj kombinacionesh, domethënë edhe manipulimesh, edhe kur them manipulime, përfshi edhe manipulimin edhe aty brenda, domethënë edhe mënyrën se si duhet dalësh ti në skenë. Kanë vendos ca korniza që si thua që ruajnë shumë mirë në mënyrë fanatike atë, si thosh, të kundërt asaj që pretendojnë, se pretendojnë që janë, si thua, një institucion ku mbështet diversitetin, edhe në fakt është merrsisht uniform, ka uniformitet në të gjitha aspektet, duhet të përshtatesh, domethënë, nga pikpamja skenike, nga pikpamja muzikore, nga pikpamja e veshjes, nga pikpamja si shprehesh, vile kanë parametra që vlerësojnë, domethënë, njerëzit në bazë të parametrave të tyre. Mos më interesojnë fare, sepse nuk më prek kjo lloj muzike eurovisioniste, as trendi që përbëjnë ata. Fund fundit asgjë nuk bëhet globale aty. Asnjëherë. Që në kohën e ABBA-ve. Të gjithë harron vitin tjetër. Sa do të mirë, nuk e di se pse. A ka të bëj mënyra e përzgjedhjes së këngës që nga festivali i Radio Televizionit Publik Shqiptar, po themi që të jetë një lloj përzgjedhje ndryshe, pra e shikoni këtë lloj përzgjedhje, le të themi, të një këngëtari që në vetvete në festivalin e këngës në RTSH nuk është se konkurrojnë më të mirët e artistëve shqiptar. A do doni që të ishte ndryshe, pra të ndryshonte modeli i përzgjedhjes së këngës në Eurovision, apo në mënyrë të zgjidhet si të zgjidhet gjithsesi europolitik do jetë, geopolitik do jetë? Jo, prap kjo pyetje ka vend, sepse nuk do ta marrim ashtu, është fataliste kjo gjë, po shiko, nuk është çështje modeli se si zgjedhim, është çështje dinjiteti edhe, si thua, edhe ndershmëria që kemi ne që i zgjedhim. Nuk ka rëndësi nga cila platformë zgjedh një artist. Ka rëndësi kredibiliteti i platformës. Domethënë, nëse artistët nuk vinë në festivalin e fundvitit, është një gabim i artistëve. Nga ana tjetër, përgjithësi kanë dhe institucionet nëse nuk garantojnë ndershmëri në zgjedhje. Ose përveç ndershmërisë, unë do isha shumë dakord që peshën kryesore ta kenë ekspertët. Duhen ekspert, gjë që nuk ka ndodhur ndonjëherë. Në juritë shqiptare vinë njerëz që kanë followers. Kush del lakuriç në një vend, nuk vinë njerëz që janë ekspert dhe nuk kanë sharmin e ekranit, po që të vijë të thotë dy fjalë të bukura, e thotë dy fjalë të sakta dhe të prezantojë mirë. Po vinë lloj tipash që s'kan as këllë që të thonë vërtetën, njerëz që
që në jetë zut e memra, po kjo që them është aty, po i referojmë domethënë vërtet persona që kanë qenë aty. Njerëz pa guximin për të fol me fjalë t'i dalin fjalët që mendon ai, po thjesht gjithmonë duke qenë mirë me të gjithë për interesa qoftë meskine, qoftë vogla, interesa ekonomike, nuk e di, gjëra banale, po që kjo ka ndodhur dhe po ndodh dhe kjo është e trishtueshme. Po si model nuk është keq të jetë festival. Festivali është aktiviteti më i rëndësishëm në Shqipëri. Edhe mirë është që të ruhet festivali. Të ruhet edhe të përmirësohet festivali. Edhe pika më e fortë e festivalit mbas përzgjedhjeve është tek juria. Duhet ketë një juri pa komprometueshme, njerëz sakt, edhe njerëz që kanë një lloj krenarie kombëtare që i vjen zor, domethënë të komprometohen ose të korruptohen edhe kanë qef të përfaqësohen mirë. Duhet një kategori njerëzish më modern, më të ri. Unë jam gjithmonë për të ardhur aty një brez i ri, njerëzish ta marrin dorë gjithçka, sepse gjithmonë janë brezat e vjetër ata që të imponojnë parametrat. Kështu që letri ky model që është të përmirësohet, pikat kryesore këto janë, ne nuk kemi nevojë për spektakël të bukur si në Eurovision, i hedhim gjithë lekët në një skenografi e cila prodhon fake news, sepse është skenografi e bukur, por s'kemi muzikë të bukur. Unë do thoya që producenti, që është televizioni shqiptar, mund të jepte në paradhënie para këngëtarëve, aq para sa për të prodhuar një këngë, pra të gjithë këngëtarët, se ka artistë që s'kan lek t'i prodhojnë, e kupton? Ti se merr dot më të mirën. Praktikisht modeli këtu të japin paradhënie labelët, të japin lek përpara që të prodhosh ti pa frikë. Kjo gjë duhet ndodhi. Radio Televizion Shqiptar është institucion producent, prodhon këtë festival. Atëherë Radio Televizion Shqiptar duhet të filloj të financoj artistët. Duhet ta shohim që këtë vit filloj. Ky është propozimi im. Unë mund ta bëj këtë propozim edhe zyrtar në një moment, po që duhet se s'bën që artistët mos të ndihen keq edhe të bëjnë produkte dobta, po të kenë mundësi të prodhojnë një këngë shumë të mirë, nga pikpamje teknike të gjitha. Ti hapen dyrë gjithandej edhe kjo është më e respektueshme. Edhe kur vjen puna te juria, pastaj të harrojnë këto figurat e vjetra mbi të gjitha, sepse kur vin figurat vjetra aty është katastrofë. Ose old fashion artist kur vin aty, domethënë duhet shtuken nga sipërfaqja fare, duhet vinë njerëz që ndoshta sjallën muzikant. Patjetër duhet ketë muzikantë, po duhet vi edhe një njeri që është, si thua, një erudit, mund vi një njeri shumë i artikuluar, shumë si them i edukuar, domethënë një njeri publik që ka forcë mendimi, si filozof, si them, si të duash ti, akademik ose kështu, po duhet vinë njerëz që e njohin botën, që kanë standarde të larta. Robert, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Gjithashtu.